Mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. 12 ditë do të ketë fushat zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Kështu është vendosur në mbledhjen e sotme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku mes tjerash janë përcaktuar edhe afatet për aktivitete tjera për organizimin e këtyre zgjedhjeve. Fushata do të fillojë më 17 dhjetor deri më 28 dhjetor, ditën kur do të votohet dhe njëkohësisht do të ketë heshtje zgjedhore. Antari i Partisë Demokratike të Kosovës në KQZ, Arjanit Elshani, tha se afati i aplikimit të vëzhguesve fillon më datën 5 dhjetor dhe përfundon më 20 dhjetor. Politiket të regjistruara deklaruan për pjesëmarrje në zgjedhje përmes koalicioneve në periudhën kohore prej 24 nëntorit deri më datën 30 nëntor. Periudha e aplikimit për certifikimin e subjekteve politike do të jetë nga data 24 nëntor deri më datën 30 nëntor. Ky proces është ndryshe nga proceset tjera, por është i ndarë në 2 faza, bëhet fjalë për certifikimin e subjekteve politike dhe certifikimin e listave të kandidatëve të partive politike, ashtu siç e parashef dhe ligji, pra janë 2 afate të ndryshme. Dhe çështja e listës së kandidatëve të subjekteve politike të certifikuara realizohet prej datës 24 nëntor deri më datën 7 dhjetor. Pra, 7 dhjetori është data e fundit kur subjekt politike duhet të dorëzojnë listën e kandidatëve në KQZ. Tërheqja e shortit bëhet më 8 dhjetor. KQZ merr vendim për emërimin e anëtarëve të Komisioneve Komunale Zgjedhore më datën 26 nëntor dhe fushata zgjedhore, që është e rëndësishme edhe për subjekt politike dhe për gjithë vëzhguesit e mediat, fillon më datën 17 dhjetor dhe përfundon më 28 dhjetor, pra është 12 ditë fushat për subjektet politike. Partitë politike në vend shprehen të gatshme për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, por asnjë prej tyre nuk preferon koalicion parazgjedhor. Pas caktimit të datës së zgjedhjeve, partitë politike kanë filluar mobilizimin e tyre për të hyrë në garë. Deri më tash asnjë subjekt politik i kontaktuar nga Radio Televizioni 21 nuk preferon që të ketë koalicion parazgjedhor. Deputeti i vetëvendosjes Artan Abrashi fajson partitë e tjera parlamentare që vendi po shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme, por thotë se nuk do të ketë koalicion paraprak. Zgjedhjet natyrisht nuk kanë qenë, si më thon vullneti jonë. Natyrisht se nuk është zgjidhja cilët ne kemi paramenuar, mirë po në rastin tash ku jemi dhe me që janë të pashmangshme, natyrisht se do të bëhemi gati dhe besoj që do të dalim fitues pa diskutueshëm. Preferoni koalicion parazgjedhor apo keni ende opsion LDK? Nuk e kemi diskutuar, tash tutje besoj që hapën këto tema, por se vetëvendosja do të garon ashtu siç e do qytetari, pra koalicion me qytetarë. Ndërsa PDK ka kërkuar prej kohësh zgjedhje të jashtëzakonshme, duke fajsuar për blokadë institucionale vetëvendosjen. Deputeti i PDK-s Rashid Çala i tha për Radio Televizionin 21 se janë të gatshëm për zgjedhje, por pa koalicion parazgjedhor. Po ka muaj që ne jemi të kërkuar që vendi të shkojnë në zgjedhje, për shkak që kemi konsideruar që është zgjidhja e vetme, fatkeqësisht për shkak të një bllokade shumë muajshe nga partitë politike, koalicioni me lëvizjen e vendosjes të cilat fituan më shumë të ulësën në Parlamentin e Kosovës, dhe ata bën një bllokadë disa muajshe. Ne e pam që edhe përkundër vullnetit mirë, edhe përkundër përpjekjeve maksimale të Partisë Demokratike që të zhbllokoj situatën në kuvend, nuk pati vullnet nga deputetët e televizës dhe vendosja dhe partnerët e tyre. Jeni të gatshëm për koalicion apo si subjekt i vetëm të shkoni në zgjedhje? Po ne deri më tani nuk kemi ndonjë planifikim që të shkojmë me dikën, ne do të shkojmë si Partia Demokratike e vetme dhe me qëllimin që të fitojmë zgjedhjet. Në LDK i thanë Televizionit 21 se pas shpalljes së datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme, kanë filluar diskutimet me aktorë të rëndësishëm të fushave të ndryshme për zgjerimin e bashkëpunimeve. Por deputeti i këtij subjekti politik Renar Xhaferi thotë se kjo nuk nënkupton se LDK do të hyjë në koalicion parazgjedhor. LDK-ja asnjëherë nuk ka hyrë me emra të koalicioneve, realisht me sigmën e vetë, pra me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ne jemi të hapur për bashkëpunime të partive politike, janë tradicionale bashkëpunimet që i kemi me partinë, zakonisht me ato parti që kemi pas, po jemi të hapur për koalicione të reja, cilat
faktikisht e forcojnë këtë blokun dhe këtë mendësim politike që e udhëheqim. Koalicion parazgjedhor nuk preferojnë as në AAK. Deputetja e këtij subjekti politik Time Kadriaj tha për Radio Televizioni 21 se janë të përgatitur për zgjedhje. Ne do të garojmë e vetëm që Aleancë për Armërimin e Kosovës nuk do të ketë koalicione parazgjedhore, po jemi të përgatitur, në fakt s'kam përfunduar se kemi ndalë hiq atë fushatën e zgjedhjeve, sepse fillimisht kanë qenë zgjedhjet lokale, me pas balotazhe dhe tash është paraqit që do të ketë zgjedhje nacionale, sepse kjo periudhë e marrë nga mandatori i dytë ka qenë një fazë vetëm që të shtyhen zgjedhjet edhe pak më shumë. Presidentja Vjosa Osmani u ka kërkuar partive politike garë të drejtë dhe demokratike, duke thënë se edhe gjuha ndërpartijake që përdoret duhet të jetë brenda suazave të normales. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës në një konferencë për media pasdite ka përsëritur qëndrimin e tij se nuk ka vija të kuqe për asnjërin nga partitë e tjera, por ka theksuar se më afër me bindje politike dhe programe qëndron me partitë me të cilat dikur kanë qeverisur bashkë apo edhe bashkë kanë qenë në opozitë. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, pas mbledhjes së kryesisë së partisë, ka deklaruar se vijat e kuqe janë treguar të dëmshme për vendin. Hamza në një konferencë për media tha se i preferon partitë që kanë bashkëudhëtuar më herët në qeveri dhe në opozitë. Hamza tha se PDK po pret me gatishmëri zgjedhjet e parakoshme që do të mbahen më 28 dhjetor, të shpallura të premten nga presidentja e vendit Vjosa Osmani dhe se përfaqësuesit e partisë premtojnë sukses në këtë drejtim. Ne kemi pas tema tepër të rëndësishme në kryesi, që kanë bënë me aktualitetin politik dhe me mobilizimin për zgjedhjet që janë me datën 28 dhjetor. Ne jemi mirë të organizuar si parti, edhe në nivel qendror, edhe në nivel të degëve. Sigurisht se në këto zgjedhje garojmë përgatitur me një program të qartë, me prioritete të qarta, me vizion të qartë, me ekip të mirë, edhe do të jetë një listë reprezentuese me vajza, djem, burra, gra, cilat premtojnë një sukses të plot në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Në konferencë për media, kryetari i PDK-s u pyet edhe për antarësinë e Ramiz Ladrovcit, për të cilin ai pohoi se nuk u përjashtua asnjëherë nga partia. Diplomati amerikan Philip Ricker ka thënë se Republika e Kosovës ka nevojë për një qeveri e cila mund të bashkëpunojë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë deklarat, Ricker e ka bërë teksa është pyetur rreth sfidave në procesin e dialogut dhe atë se çfarë SBA mund të bëjë për të lehtësuar procesin. Ricker, duke folur për zbatimin e marrëveshjeve, ka thënë se në momentin kur njëra palë refuzon të zbatojë diçka, atëherë duhet të dalë me një ide të re për atë se si mund të negocohet tutje. Megjithatë, ai thotë kjo është shumë e vështirë kur ke një qeveri e cila nuk është e aftë për të marrë vendime. Sigurisht që e kemi mbështetur Kosovën. Përsëri, Kosova ka nevojë për një qeveri që mund të bashkëpunojë me ne dhe të jetë e gatshme, të zbatojë atë që është rënë dakord dhe të përpiqet të negocojë ose të dalë me ide të reja për çështjet e mbetura, ka shtuar tutje Ricker. Dërsa zgjedhjet e 28 dhjetorit nga njohës të çështjeve politike dhe kushtetuese po shihen si të panevojshme në dëm të Kosovës dhe të qytetarëve të saj. Sipas tyre, nëse qytetarët nuk nxjerrin një fitues të pastër në këto zgjedhje, mund të përsëritet kriza e njëjtë institucionale. Mos bashkëpunimi i partive politike çoi vendin në një palë zgjedhje të reja në dhjetor, të tretat brenda këtij viti, pas atyre parlamentare të rregullta të nënshkurtit, si dhe zgjedhjeve lokale të 12 tetorit dhe 9 nëntorit. Profesori universitar i së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu thotë se zgjedhjet e 28 dhjetorit janë vetëm humbje kohe dhe cënim i së drejtës së qytetarëve. Ai nuk e përjashton mundësinë që në këto zgjedhje të ketë rënje të daljes së votuesve e po ashtu edhe të rezultatit për partitë. Askujt nuk i konvenojnë, zgjedhjet janë humbje kohe, humbje parash,
humbje fondësh dhe të drejtash, cenim të drejtave të qytetarëve, vonim të tyre, kështu me radhë. Pra, as nuk janë zgjidhje dhe as nuk kanë levërdi, as dobi e utilitariteti askujt. Varet nga disponimi i votuesve, por nëse vjen konsiderat zhgënimi, shkalla e lartë e zemërimit të qytetarëve në këtë klasë politike pa dallim, ndaj të gjithëve, pozitë dhe opozitë, për veprimet e papërgjegjshme dhe neglizhuese deri në përbuzje e mos respekt të qytetarit dhe të Republikës mund të ketë rënje edhe në dalje, edhe në përqindje, pra po edhe në rezultate të cilat tani me një lehtësi të pa spjegueshme, për të mos thënë të padurueshme, po i presin dhe po i paragjykojnë subjektet politike secila syrësh veç e veç. Drejtori i Institutit për Leadership Civil, politologu Argjend Zejnaj, ndërkaq vlerëson se shkuarja sërish në zgjedhje është fatkeqësi për vendin dhe qytetarët. Sipas tij, ekziston rreziku që edhe në këto zgjedhje të përsëritet rezultati i njëjtë në rast se qytetarët nuk përcaktohen për ndryshime. Para, fatkeqësi është që po shkojmë në 4 palë zgjedhje në vitit, mos i harrojmë 2 palë zgjedhje lokale, të cilat po shtojnë kosto financiare për shtetin e Kosovës. Se për këtë nivelit qendror janë kosto edhe për kuptimin e planit rritjes edhe kuptimin diplomatik dhe të gjitha tjerë me radhë. 28 dhjetori do duhej nga qytetarët e Kosovës të vlerësuar si një referendum institucional, kuptimin që të votojnë me logjikën që të nxjerrin një fitues të pastërt ose eventualisht të edukojnë partitë politike që të bëjnë kompromise pasgjedhore. Për shkak se rezultatet e nënshkurtit na kanë treguar, na kanë dhënë mësim që me këto fraksione të partive politike, me këtë diversitet të partive politike, me këtë mos komunikim, ne do të mundem me vazhdu edhe ma tuti, edhe pas zgjedhjeve 28 dhjetorit me një krizë të njëjtë, të ngjashme me këto që kemi pasur për këta 10 muaj. Kem parasysh këtu edhe zgjedhjen e presidentit ose me zgjedhjen e tij dhe respektivisht rrezikun që të shkojmë edhe me një palë zgjedhje të tjera brenda një viti jo kalendarik. Për Kosovën kjo është kosto financiare, diplomatike, e integrimit dhe e besimit në raport me aleatët tonë. Zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare u shpallën pas 9 muajsh bllokat institucionale dhe pas 2 dështimeve për formim të qeverisë së re. KQZ-ja sot ka certifikuar edhe rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve komunale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatet për Asamble Komunale të zgjedhjeve të 12 dhjetorit për të gjitha komunat, përveç rezultateve për Asamble në Istok, pasi që Gjykata Supreme e ka prishur një vendim të PZAP-s dhe çështja është kthyer në rivendosje. Kryesuesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqi, ka njoftuar fituesit e kryetarëve të komunave. Mbledhja sotme e KQZ-s është përcjell me diskutim të ashpër mes anëtarëve të lëvizjes vetëvendosje dhe listës serbe. Anëtarët e vetëvendosjes kanë votuar kundër certifikimit të rezultateve për asamblenë në komunat ku ka fituar lista serbe. Anëtarët e lëvizjes vetëvendosje kanë votuar kundër certifikimit rezultateve në komunat me shumicë serbe. Anëtari i KQZ-s nga lëvizja vetëvendosje, Alban Krasniqi, tha se derisa lista serbe të funksionojë në Kosovë nuk do të ketë demokraci. Sa i përket listës serbe, këtu është e qartë, çdo gjë do të jetë e qartë, çdo gjë që derisa të ekzistojë ky subjekt funksionoj kështu dhe t'i lejohet funksionimi nga institucionet tona, nuk do të ketë demokraci në ato komuna edhe te komuniteti serb, i cili vuan sot nga presioni dhe shtypja që i bën lista serbe përmes përfaqësuesve të saj, bashkë edhe me Vučićin, që është kreatori i saj apo shefi i vërtetë i kësaj liste. Pas deklarimit të anëtarit të vetëvendosjes, ka reaguar anëtarja e listës serbe, Gordana Laban, e cila mohoi se është terroriste dhe kriminele, madje ajo ka mohuar se është anëtare e listës serbe, duke thënë se vetëm është propozuar si anëtare e KQZ-s nga lista serbe, por se përfaqëson të gjithë komunitetin serb. Më pas Krasniqi i tha asaj se përfaqëson një subjekt që ka vrarë njerëz.
Shpesh thirrës kamën qytetarëve serbë, po kur si ke mbrojt qytetarë serbë. Jel mogu da pričam Ti aje që i ke luftu subjekte tjera politike serbe në qëto. Ti trebaš prvo kulturi da se naučiš. Serbe, Ti si jedan nekulturan čovjek koji ne znaš da poštuješ da neko treba da priča. Kulturën prej terroristeje dhe kriminele, çfarë je dhe përfaqëson, këtu nuk mund me na tregu neve zonjë. Ja nisam ni kriminal, ni Ty duhet me të ardhë morë, kërë përmen kulturën, kërë na përmen neve kulturën këtu. Ne, ali Se ovo je përfaqësoni subjekt që ka vro njerëz. Ovo je nečuveno šta on meni kaže. Tirana mirëpriti një tjetër ngjarje të rëndësishme regionale dhe ndërkombëtare, samiti për planin e rritjes ku morën pjesë liderët e Ballkanit Perëndimor e përfaqësues të BE-s. Komisionarja për zgjerim e Bashkimit Evropian Marta Kos ka përsëritur se Evropa nuk mund të jetë e sigurt pa Ballkanin Perëndimor si pjesë të saj. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka kritikuar Bashkimin Evropian për mungesë progresi në dhënien e statusit të vendit kandidat për Kosovën. Liderët e Ballkanit Perëndimor u bën bashkë të premte në Tiranë për të marrë pjesë në samitin Plani i rritjes rruga jonë në BE. Krerët e shteteve mes tyre edhe kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti u pritën në pallatin e brigadave nga kryeministri Edi Rama, i cili i uroi mirëseardhjen po ashtu edhe komisionerës së BE-s Marta Kos, si dhe ambasadorit të delegacionit të BE-s Silvio Gonzato. Komisionerja për zgjerim e Bashkimit Evropian Marta Kos, duke folur në summit, tha se Evropa nuk është e sigurt pa vendot e Ballkanit Perëndimor. Ajo shtoi se BE-ja po i pret 6 vendot e rajonit të kryen reformat për antarësim. Europa nuk mund të jetë e sigurt pa Ballkanin Perëndimor. Ky është një gabim që ne kemi bërë në të shkuarën dhe duhet ta korrigjojmë e ta rregullojmë këtë punë. Dhe prandaj jam shumë e kënaqur që këto takime që ne po bëjmë për planin e rritjes po hapin gjithnjëherë më shumë dyer dhe ju përmendët 7 prej tyre. Faleminderit për këtë. Dhe shumë dyer të tjera do të hapen. Dhe shtëpia juaj Europa po ju pret. Ju jeni pjesë e Europës, ne thjesht duhet ta bëjmë këtë gjë edhe në formë institucionale, pra që ju të bëheni shtet antar i Bashkimit Evropian. Duke folur për planin e rritjes, ajo tha se 2 nga 6 vendët e rajonit ende nuk kanë filluar të miratojnë reformat dhe kjo duket se ka qenë referencë për Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën, andaj ka bërë thirrje që të punojnë më shumë. Ndërsa sa u përket fondeve të disbursuara, jemi ende nën 10% të shumës totalja, pra dhe 400 milion euro nga një paket për 6 miliard eurosh që janë lënë më njanë për rajonin, pra ne mund të bëjmë më shumë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se vendot e Ballkanit Perëndimor po i bëjnë detyrat dhe meritojnë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Ai shtoi se rajoni nuk po lutet dhe as nuk po kërkon lëmosh që të antarësohet në BE. Për vite të tëra jemi quajtur të paqëndrueshëm, paparashikueshëm, shumë të ndërlikuar, por faktet sot tregojnë të kundërtën, po vërtetojmë reformat dhe investime që Ballkani Perëndimor nuk janë pika e dobët e Europës për mundësia e Europës. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti gjatë fjalës së tij në samitin e planit të rritjes së Bashkimit Evropian tha se është koha që Bashkimi Evropian të heqë masat ndaj Kosovës dhe të hapë rrugën për statusin e vendit kandidat. Kjo është hera e fundit që do të adresojmë masat ndërshkuesit të BE-s. Ato duhet të hiqen plotësisht dhe tërësisht, ashtu siç kërkoi vitin e kaluar ish përfaqësuesi i lartë dhe ish zëvendës presidenti i BE-s Joseph Borrell. Gjithashtu, asnjë vend në rajonin ton nuk ka qenë më i përgatitur në momentin e kërkimit të statusit vendit kandidat se sa Kosova sot. Të flitet për urgjencën e zgjerimit të BE-s në njërin anë, ndërkohë që lihet aplikimi i Kosovës të mbledh pluhur për 3 vjet në një raft të BE-s, është së paku një paradoks. Unë besoj se është rëndësishme të flasim hapur, ndërsa jemi mbledhur për vlerësuar progresin e planit të rritjes. Ne ishim të parët që përmbushëm agjendën e reformave dhe disi tani jemi prapa në zbatimin e saj dhe unë kam mirëpritur kritikën, ne duhet të jemi në balë të këtyre reformave.
Plani I rritjes është një kornizë e re e BE-s për përshpejtimin e reformave për integrim evropian të tërë rajonit që kombinon reformat me kontribut të drejt për drejt financiar nga fondet e BE-s në buxhetet e vendeve përfituese dhe projekte investuese. Me zbatimin e këtyre reformave, Kosova do të përfitojë deri në 882.6 milion euro fonde të BE-s. Themi në studio me një blok informacionësh. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj Ljubisha Milkovicit për veprat penale sulm ndaj personit zyrtar, pjesëmarrje në turm dhe huliganizëm. I pandehuri Milkovic akuzohet se më 29 maj 2023 në Zveçan në bashkëkryerje me të pandehur të tjerë, përmes përdorimit të dhunës kanë sulmuar dhe kanosur ushtarët e misionit paqërues të KFOR-it. Sipas këtij akuzës, nga dhuna e ushtruar ishin shkaktuar dëme materiale të konsiderueshme në automjetet e KFOR-it dhe të policisë së Kosovës. Misioni I KFOR-it, Policia e Kosovës, EULEX-i dhe Forca e Sigurisë së Kosovës kanë përmbyllur me sukses ushtrimin e përbashkët Shpata e Artë 2025. Sipas një komunikate të KFOR-it, FSK-ja mori pjesë në përputhje me mandatin për mbrojtje civile duke kontribuar në koordinimin ndërinstitucional dhe menaxhimin e situatave emergjente. Komandanti I KFOR-it, General Major Oskan Ulutash, vlerësoi përfundimin e ushtrimit si një arritje të rëndësishme për sigurinë në vend. Ky ushtrim pasqyroi gatishmërinë e të gjithë personelit pjesëmarrës dhe demonstron vlerën që sjell koordinimi I ngushtë për një siguri të qëndrueshme në Kosovë dhe stabilitet rajonal, ka deklaruar Ulutash. Njësitë anti-kontraband të doganës së Kosovës kanë ndaluar një autobus në autostradën Ibrahim Rugova, I cili udhëtonte nga Shqipëria drejt Kosovës pa pasagjer. Pas kontrollit të detajuar, dogana ka zbuluar rreth 120 kg narkotik të llojit kanabis. Sipas njoftimit të doganës, ky zbulim përfaqëson një arritje të jashtëzakonshme në përpjekjet për të mbrojtur shoqërinë dhe për të parandaluar trafikun e substancave të ndaluara. Për më shumë informacione klikoni në portalin tonë rtv21.tv. Mirëmbëngjes.